إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligjësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqe. Atë që Allahu i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në devijim dhe në humbje, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij. Dhe mos ia lejoni vetvetes me vdekje ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Vllazë ndarshëm, ne me të vërtetë jetojmë në jetën e kësaj bote, që është dëshira më e madhe e banorëve të xhenetit dhe të banorëve të zjarrit. E kur tham për banorët e xhenetit, është se kur i shohin begadit e xhenetit, do të dëshironin edhe ata që të ktheheshin në dunja që të bëjnë vepra të mira, e të shtojnë ato edhe më shumë që t'ju ngritën gradat e tyre. Ndërsa kur është fjala për banorët e zjarrit, nuk ka nevojë shumë për sqarim, nga se kur e shohin atë dënim dhe ato përjetimet të tmerrshme në zjarrin e xhehenemit, do t'jepnin çdo gjë vetëm që të ktheheshin në dunja, të besonin dhe të bënin vepra të mira. Dhe këtë skenë Allah i lartësuar na ka përshkruar në Kur'an duke thënë: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal." Tregon Allah i lartësuar për banorët e zjarrit, të cilët do të thrasin, do të bërtasin, do të klithin: "O Zoti jon, nxjerrna pe zjarrit të xhehenemit. Kthena që të bëjmë vepra të mira për të cilat nuk ishim që i vrapramnim ato në jetën e kësaj bote." Në një vend tjetër Allah i lartësuar thotë: "Walau tara idh wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laytana nuraddu wa la nukaththibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin." Kur nalen të zjarri i xhehenemit dhe e shohin tmerrat e Tij, thojnë: "A vetëm atë mirët ne, vetëm kishim mundësi më kthy edhe një herë, të mos e përgënjeshtronim Allahun e lartësuar, të mos i mohonim shenjat dhe shpalljen e Allahut të lartësuar, e të ktheheshim e ta besonim Zotin ton." E pse është e udhës që besimtari ti lexoj këto ajete dhe të meditoj rreth tyre, nga se vllazën ne ndodhemi në muajin Ramazan. E muaji Ramazan është një lloj jete e kësaj bote, ama në formë të shkurtër, me tregu ty që komplet jeta e kësaj bote është sikur se Ramazani. I bindesh Allahut, agjeron, e beson Allahun, shpreson në shpërblimin e Tij, e përmban veten nga disa ndalesa përgjatë ditës, e ato disa prej tyre të lejohen pastaj përgjatë natës. Në ditën e Bajramit ki me festu, ndërsa edhe koha është e kufizuar, 29 apo 30 ditë. Edhe jeta kësaj bote është e kufizuar, vitet e caktuara. Allah i lartësuar ti ka bëu obligim disa urdhra dhe ti ka ndalu disa ndalesa. Nëse i respekton, do të dalësh faqebar tek Allah i lartësuar. E nëse nuk i respekton, e i mohon, nuk bën sabër një kohë të caktuar ti bindesh Allahut, atëherë do ta fajsosh veten tënde dhe askën tjetër. Sikurse dikush që veç koritet me agjërimin e muajit të Ramazanit. Ditë të shkurtra, ditë të freskëta, orë të pakta, dhe megjithatë nuk e agjeron dhe nuk i bindet Allahut të lartësuar dhe arsyetohet me lloj-lloj arsyetimi. Njëjtë është edhe në ditën e gjykimit, kur do të del para Allahut të lartësuar, mirë po në atë ditë nuk do t'i bojnë punë dhe nuk do t'i vlejnë ato justifikime të kota që mundet me nxjerr njëri tek Allahu i lartësuar. Andaj ka pas dietarëve të cilët i kanë projektuar ajete, i kanë projektuar mënyrë që ta përmirësojnë jetën e tyre, që të veprat e tyre në jetën e kësaj bote. Nga dietarët është Ibrahim at-Taymi, ku thotë:
Një ditë për ditëve thot, e kom paramendu veten time në xhenet. E kom paramendu veten time në xhenet, duke u kënaqur në begatitë e xhenetit, ushqime të lloj-llojshme, fruta të lloj-llojshme, lumej, shtëpi, prej ari, prej argjendi, margaritar, çfarë don qefi. Të gjitha begatitë e mundshme. Dhe e pyeta veten time. O vetja ime, cila është dëshira jote? Shka ëndran? Me tha vetja ime të kthehem në dunja edhe të bëj vepra të mira dhe më shumë që të shpërblema dhe më shumë. Thot u ndala dhe meditova dhe për veten time në zjarr të xhenemit, i prangosur me pranga prej zjarrit, e ushqim prej zekumit që të vlojnë zorët e barkut, e që më digjej lëkura, e paramendova veten time, thuti jam në zjarr të xhenemit. Dhe pyeta veten time, o vetja ime, çfarë dëshiron? Dëshiroj që të kthehem në jetën e kësaj bote, ta besoj Allahun, të shtoj veprat e mira, të pendohem, kërkoj falje tek Allahu, e ti marr të gjitha shkaqet që të shpëtoj nga ky zjarr, që të shpëtoj e ta heki qafe këtë dënim të tmerrshëm. Kështu ka qenë jeta e selefit. Ahiretin e kanë pa me sytë e bindjes, me sytë e imanit, andaj edhe kanë punu për të. Ka pas tjetër nga selefit të cilët kanë shkuar edhe më larg. Nuk e ndalë veç mi paramenduam i meditu veten. E kanë hap një varr në oborrin e shtëpisë së tyre. Dhe tregon njëri prej tyre thot, sa herë jam plagështu nga veprat e mira. Hajt sonte s'pi falit taravia se i fala një javë. Jam plagështu nga leximi i Kuranit, hajt se mjafton një hatme nëse e bëj. Apo çush ndodh më plagështu besimtari? Thot e kom mendu atë varr, masi që e kom hap, jam shku dhe jam hy në xhepin e varrit, në lahdin e tij. Dhe e kom pyet veten, zana që e dek, shka kishe me pas dëshirë? Mu këthy dhe mi përmend Allahun, mi falëndëru Allahun, me lexu Kuranin, mi falë disa rekate, mi agjeru një ditë në rrugë të Allahut. Dhe i thash vetës, je gjallë hala, alhamdulillah, ngritu dhe puna. Kështu vllazën e kanë trajtu çështjen e bindjes, e sidomos në këtë kohë kur ne jemi në sezonin e adhurimeve, në muajin e Ramazanit. Fatkeqësisht kapi besimtarve të cilët megjithse e dinë se ditët e numrune janë, ditët e pakta janë, argëtohen e kalojnë kohë në gjëra të ndaluara, apo në gjëra të lejuara, po e teprojnë me to, e nuk ndalen pak qaste që të adhurojnë Allahun e lartësuar, të shkojnë bëjnë sabër të falin namazin e natës, duke e ditur shpërblimin që jo ka premtuar Allahu i lartësuar përmes të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe megjithatë e gjojnë veten të shkujdesur, të zhitur në qefe e në të kota. Nëse janë ka gjerojnë, alhamdulillah. Mirë po, ma shumë, nalen. E në pyetja është vllazën, bindja jonë, se si kur t'ishin të bindur, si kur po e shohim xhenetin e xhehenemin, si kur po e përjetojmë jetën e varrit, ndryshe kishim mi trajtu veprat tona të mira. Kishim me pas qef që imami, mos me thonë e zgati sot, na zgati burr, 1 orë gjys, namaz taravive. Kishim me thonë zgate, se ina duke fitu, se vape, duke qëndru në kom para Allahut të lartësuar. E kur qëndrën para Allahut të lartësuar në kom, Allah i lartësuar shpërblen, e të ngrit në dunja dhe në ahiret. Kjo, krahas tjetër, le që e kena bindjen e zbehet në ahiret, edhe realitetin e jetës e kësaj bote nuk e dijim, nuk e kuptojmë me bindje të vërtet. Njëri prej dietarëve i ka përshkruar realitetin e kësaj bote, shembullin e kësaj bote me një ishull. Dhe vllazën ne, sikur nëse dojmë i paramendu veten, mi kuptu jetën e kësaj bote si duhet, le ta paramendojmë veten në këtë shembull të cilin e ka përmendur ky dietar. Ky dietar është Ibn Kudame, Allahu pas mëshiru. Në këshillin e tij që ja u shkruan disa prej vëllezërve të tij, ja u bën shembulltyrën e dunjas dhe të një ishulli, të cilët në atë ishull ndalet një anije nga fortunat të mëdha, nga erat të mëdha dhe banorët e asaj anije, ekuipazhi, nalen që të pushojnë në atë ishull një ditë e një natë. Kohë e kufizune, një ditë edhe një natë. Dhe ju thot marinari, piloti i anijes, i thot zbritni në këtë ishull dhe merrni nga thesaret dhe margaritaret dhe gjërat e çmura të këtij ishulli, dhe pas një ditë e një nate keni më kthy. Dijeni, nuk keni më qëndru në ishull, destinacioni jonë është tjetër kohë. Është vend banimi i përkohshëm.
Paramendoni sikur ne jemi lundrues në atë anije, po zbresim në ishull dhe po na thot dikush, keni me qëndru në këtë ishull një ditë e një natë. Merrni nga margaritaret e këtij ishulli, nga thesaret dhe do të ktheheni në anije që të vazhdojmë rrugtimin tonë. Dhe njerëzit e asaj anije ndahen në 3 grupe. Në 3 grupe. Grupi i parë janë ata të vendosurit, që e marrin urdhrin e marinarit të tyre, komandantit të tyre me shumë seriozitet dhe thojnë një ditë e një natë ta shfrytëzojmë çdo minutë që e kena edhe të mbledhim margaritar. Dhe nalen në atë ishull dhe kërkojnë me mishë me shpirt me mbledh thesare, nga se e dinin që ato thesare do t'i merrnin me veti dhe koha është e kufizune. Kur i vin të gjumi, thojnë hajt edhe pak se flajmë masanej kur kthehem në anije. Edhe bonin sabër edhe pa gjumë në mbledhjen e margaritarëve. Grupi i dytë fillon me mbledh margaritar, mirë po jo atë sa të parët. Kur i ardh lodhja dhe gjumi, ushtrin dhe flajtën dhe poshon, hajt se na mjaftojnë këto margaritar. Grupi i tretë, ky ndahet në 2 pjesë. Një grup nuk u koncentrun hiç ka margaritaret nga thesaret e atij rishulli, mirë po fillon me mbledh gur që më ndërtu shtëpi. Dhe fillon me ndërtu kasollet e tyre dhe shtëpitë e tyre dhe than hajt më mirë të jetojmë këtu, të bëjmë qef, të rahatohemi mirë, kush e di a kena munis nesër apo jo. Apo jo do këtë ngjashme që kjo? Më dikon? Me neve, në jetën e kësaj bote, që ndërtojmë lukse, shtëpi të mira, hajt se komidita kena më kthy. Dhe grupi tjetër, i grupit të tretë, muj me thonë grupi 4, në atë ishull ishin edhe disa kufi, që mbreti i atij ishulli e kishte kështjellën e tij dhe e kishte vendosur ato kufi që mos mu afro kërkush. Përveç saj kishte vendosur ushtar roje që mirujt ata kufi. Ky grup nuk u mor me senet e lejune me marr margaritare thesare, e as nuk najti me pushu e mora atu, e as nuk u mor me ndërtu shtëpi e kasolle, mi ndjek qefet, shkoj mi shkel kufit e ndaluar. Dhe ai ishull, muret ati ishulli kishin dyrë. I ka përcyn muret, i thyen dyrt, e plaçkitën atë mbretni, i morën pijet dehse, u dëfryjen, u pjaven dhe plaçkitën dhe vjedhen me atë sa patën mundësi. Dhe për një moment i ra buria anijes. Ky dietar kështu e përshkruan shembullin. Vjen buria që kena më kthy, kalojnë një ditë e një natë dhe kthehen të gjithë ekuipazhi i anijes dhe banorët e asaj anijes, që ishin lundrues të asaj anijes, kur kthehen, vjen mbreti me ushtrinë vet. Te anija do ju thot: "Ndaluni, krejt çka keni marr, keni mi qit përpara mi ditë, ai keni marr të lejuarat apo të ndaluarat?" Dhe fillot grupi i parë, ai i cili e dinte rolin e vet si duhet, dhe i qesin thesaret, margaritaret që i kishin mbledh, dhe mbreti me ushtrinë e vet ju thot: "Ju lumt, hyni në oborrin e mbretnisë teme, dhe ju do të jeni më të afërmit e mi. I keni marrë gjërat e lejuara dhe nuk keni shkelën të ndaluara." Dhe i afron dhe ju jep çka ju don qefi dhe i bën hisenik në mbretninë e tyre. Vjen grupi i dytë dhe ju thot: "Ku i keni margaritaret?" Thot: "S'kena mbledh." Thot: "A nuk ju ka thonë marinari anijes që keni me najt veç një natë e një ditë dhe në to ka margaritar mbledhni sa duhet?" Po vallai na kanë thonë: "Po u hutum. E preferum me flajt, e preferum me ndërtu kështjelle e kasolle, se tham hajt se nuk na vjen na shtakoha më kthy." Ndërsa kur vjen te grupi i fundit, kur e shohin se çka kanë bë, që i kanë vjedhë, i kanë plaskit senet e mbretnisë, që i kanë pas të ndalura mi marr, i thot: "A keni harru që keni më kthy tek ne? Veç një natë e një ditë keni pas me najt këtu?" I urdhron ushtarët e vet që t'i marrin, t'i prangosin dhe t'i fusin në burg, ndërsa këta të fundit me kokë të poshtë të përullur të nënçmuar e shohin krimet që i kanë bë dhe kthehen të përbogosur në burgjet e tyre. Ky është vëllazën një shembull që ky dietar na ka sjell neve që ta meditojmë jetën tonë në jetën e kësaj bote. Ata të cilët kanë marrë margaritar dhe e kanë ditë që kanë më najt vetëm një ditë e një natë, janë ata të cilët e shfrytëzojnë kohën në jetën e kësaj bote dhe bëjnë vepra të mira. Falen, lexojnë Kur'an, pendohen, e përmendin Allahun. Këta janë ata të cilët thesaret i arketojnë, i mbushin
depot e veprave të mira. Ndërsa ata të dytët janë të cilët hutohen me jetën e kësaj bote. Nuk shkelin në haram, po hutohen, nuk ngarkohen shumë me vepra të mira. Këta e presin sadaken. Mjo zgjat dorën ata të parët, se mos ndoshta për ndërmjetësojnë tek mreti, mos ndonjë një fjalë, mos ndoshta një vepër të mirë apo ndonjë lutje pja u bojnë atyre. Këta janë ata të cilët e dinë që ka ahiret, po bindjen e tyre kanë të zbet, nuk bojnë vepra të mira sa duhet. Ndërsa të tretit janë ata të cilët i japin përparësi jetës së kësaj bote dhe i shkelin kufit e Allahut të lartësuar. Shkelin në harame, i shkelin haramet me dy komt dhe nuk pendohen dhe thojnë kjo është jeta e vetme, nuk kena më kry tek Zoti jon hiç. Këta do t'i pret dënimi të cilin Allahu i lartësuar e ka përshkruar në Kur'an dhe thot fa in yasbiru fan-naru mathwa lahum. Edhe nëse mendojnë që kanë me bo sabër, zjarri do t'jetë përjetësisht vendbanimi i tyre. Wa yasta'tibu fama hum min al-mu'tabin. Këta nuk do të kenë shpëtim dhe as nuk do t'ju kryejnë punë mo pendimi dhe keqardhja e tyre. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falendojmë, salam dhe salavat e qofrim për më të dashrit tonë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë ditën e ditën e gjykimit. Vllazën dashëm, ky shembull të cilin ky dietar i madh e ka përmendur dhe e ka përshkruar thuajse ne po shohim një film përpara, është me pak fjalë edhe jeta jonë. Dikush të përafërt me këta, dikush pak më ndryshe, po aty parë i sillemi. Prandaj vllazën në muajin e Ramazanit, të cilën ka mbetur pothuajse vetëm 3 javë. Është e hudhës që besimtari nëse në 7 apo 8 ditë e para ka qenë i shkujdesshëm, nuk ka bërë shumë vepra të mira, tash pjesën e mbetur të muajit të furnizohet me thesaret e veprave të mira, me ata margaritare të çmuar, ku Allahu i lartësuar na ka premtuar shpërblime të mëdha në këtë muaj të bekuar. Pastaj vllazën, vazhdimisht duhet ta kena parasysh që ky muaj mund të jetë i fundit i joni. Kush e di a kena me prit muaj tjerë. Andaj të japim zor me zell e të përpiqemi që të kthehemi tek Allahu i lartësuar, të pajtohemi dhe të kërkojmë falje tek Allahu për lëshimet tona. Dhe ta kemi parasysh që dëshira më e madhe e një banori të varrit, një të vdekri, është një tesbih, me thon subhanallah. Mu që mi falë 2 recate, një avdes kish me pas dëshirë. E ne të gjithë e kena këtë mundësi, elhamdulillah jemi gjalla akoma. Atëherë pajtohemi me Allahun e lartësuar. Ti kthehemi tek Allahu i lartësuar dhe kërkojmë falje për lëshimet tona. E pajtimi jon kryesor fillon me faljen e namazit. Është vepra më e dashur që mund ta bësh, që Allahu i lartësuar e don. Mi fal 5 kohë të namazit. Nëse s'ki mundësi me dalë në xhami, falën në vendin e punës, falën në zyrën tonë, në punishten e tonë. Në shtëpi, veç fali. Amon fali se që ky varet shpëtimi yt. Nëse çto nuk i fal, do ti ngjasosh atyre të cilët i shkelin kufit e ndaluar. Ata të cilët thojnë hajt se vetëm kjo jetë është. Nuk ka jetë tjetër të ahiretit. Ndërkohë që neve Allah i lartësuar na tregon që jeta e vërtet është jeta e ahiretit, nga se jeta kësaj bote është përjetim kalimtar, përjetim mashtrues, shpejt kalon dhe do të befasohemi kur do të dalim para Allahut të lartësuar. Elusim Allahun e lartësuar të na jep bindje të cilën ne e shohim me sytë e bindjes, me sytë e imanit, me sytë e imanit e shohim xhenetin dhe xhehenemin. Punojmë për xhenet e ikim nga xhehenemi. Punojmë për jetën e varrit që të na gjinden ato veprat e mira, kur të na vjen namazi të kryt dhe na ruan dhe të na mbrohen nga dënimi i varrit, e zakatit të këmbët, e agjërimin e të djathtë, e haxhin e të majt, e sadaka përpara na vijnë veprat e mira, të cilët duhet të furnizohemi në jetën e kësaj bote. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Dhe furnizohuni, bëni gati për rrugtimin e gjatë. E furnizimi më i mirë është devotshmëria. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزت jepna të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenamit. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلواتنا وتقبل دعواتنا. والله pranoj agjërimin prej nesh, pranoj namazin ton dhe lutjet tona dhe të gjitha veprat e mira. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وأقيموا الصلاة.